Këto kom ble 350 funta. Në rubrikën retro, sot ju sjellim një vetur mjaft të veçantë. Është BMW e serisë 2002 e vitit 1972, të cilën na prezanton Valon Jakupaj. Ai na shpjegon edhe si filloi pasioni i tij për veturat e vjetra. Arsyeja pse BMW është çet lloj BMW është për shkak se kur jam qenë i vogël, dikon moshën 8 ose 9 vjeçare, kur fillon me vizatu ti kerre, unë kur kerrin anash nuk e kam vizatu. Domethënë qysh fëmia vizaton anën, unë gjithmonë e kam vizatu qysh është përpara. Na i thojnë amusteqet e BMW-s që është aty, edhe 2 drita trembullak këta. Pa e ditë që është që BMW. Kur kam shku në Londër, jam shpërngul atje, shkaku i situatës si ka qenë atëherë, unë kam shku azilin në Londër, për shkak atëherë ka qenë lufta në Bosnjë, edhe ish Jugoslavia ka pas obligative shërbimin ushtarak, edhe ne o dasht me ikë në Londër. E kur kam shku atje tani, kam fillu mi pas të herë, që aty më ka hi tani, kam pas si ka dalë që kam vizatu si këto. E këtu kur jam qenë i vogël, shumë pak i kam pa këto BMW-a atëherë. Se në realisht 18 gjys kam shku në Londër. Unë jam i një katunit komunës Gjakovës në fshatin Skivian. Klasën e parë, klasën e dytë e kam kryer atje, mandej tretën e kam vazhdu këtu në Prishtinë. Tani situata në Jugosllavi u prish u dash me emigru në Londër. E tani atje e marrë me çto kerret vjetra. Gjithsej të tilla janë vetëm 4 në Kosovë, por cilat janë karakteristikat e kësaj veture? Realisht janë 4 që si në 2002 ose seria E10. Se BMW-a i ka dome me seria, tash këto modelet e reja, E30 që i kocka, E36, E46 e këto. Realisht kocka ose BMW-a 30 seria 3 ka startu me qëtë model. Dhe më thonë, prodhimi 72-ës, 2.0 ka motorin, ose M10 B20. Se është interesant me ditë 3 milione gjys motorat i ka prodhu BMW-a, që si motorat që në këto. Dhe më thonë edhe E30 që e ka qëtë loj motori, është një prej motorave po thuja që ma të suksesshëm që i ka pas BMW-a, sa që edhe në formula një, me qëtë loj motori, kanë arrit me që 1400 PS nëse në formula një, dhe më thonë BMW-a si kompani. Edhe pse dikur e kishte blerë me çmim mjaft të lirë, tash ka vlerë shumë të madhe. Kerrin e kom blerë 350 funta, që i bjen blerë 450 euro që tash, po funta kur e kom blerë unë o konë ma e fort, që i bjen dikun 600 euro. Me konvertu në parët sotit 600 euro, po i ka pas do fill në original të Alpinës 13, se fabrikisht të vinë me 13, po qefi në maraklit e kjerëve kim qef pak mi pimpjerat, po jo jashta konturës të vitit që është. Qëto që janë 15, po prap janë Alpina, që BMW-a i ka përdorë edhe atër 13 dhe 15. Po fabrikisht kjo vjen me fellnet metalit 13. E tash, to ja kom zhit ma shtrejt se sa që kom ble kjerën. Edhe e kom ble, unë atër jeto isha në Londër, e kom ble një qytez afër Londrës. E pa ta marrë, bilem dimni të akon kër e pa ta marrë, edhe kjo e bjen dikon 99-2000. Çfarë gjendje u kom plof kjerri që atër? Motorin fatmirësisht e ka pas jashtëzakonisht mirë, karoserinë këta e kanë kjerre kanë shumë dobt, podin të komte dhe shoferi dhe anësorët, edhe mbajtësat e kësajna vilushkave të mrama këto. Që aty e ka një farë mbajtësi që ju kalbet mrapa rrotës. E kjo e ka pas nanën e majtë e ka pas domtu me shumë. Kur e kom blenë nuk ka pas kjo kontrol teknike. E kom pa punë zezën natën në Londër, edhe për me ja kry kontrolën teknike më ka dasht komplet podin që e ka pas domtu pe korozionit të dasht me rregullu. Atje e kërësavë do më thonë, ajo konë veç me ambullu qëto të korozionin edhe këto që në konë kalbin që ka pas, sa me marë këto kontrolën teknike,
Domethënë deri në 2006 me kom vozit po thuja që kerr ditor. Atje sa kam qenë, 2006 mandej jam kthyer me këta. Në qëtë gjendje që është momentalisht, dikun 25 deri në 28.000 jo ma shumë. Që ata, se dhe më thonë për me bo tamon që është duhet mu restauru, dhe më thonë komplet mu çmontu, dhe me mirë vetëm karoseria, mu bo me kemikale që është procedurë që është. Edhe merë kohë edhe kushton. Veturat e markës BMW pa dyshim janë më të preferuarat e tij. Realisht është shprehja na BMW-jat që i thujmë, se tash një kom 3 kom shokit, kështu këtë e këshirë. Shtëpia që s'ka BMW nuk është shtëpi. Tash mos marrëzini për të madhe tjerave tjera, po edhe Mercedesat në kjerët mia, po se tregova është historinë e kom startu realisht pi vizatime me BMW dhe kështu ka met. Sa herë më shohin këto, se maraklit e BMW-jave, kanë qef me ditë që sa kom çfarë viti është. Gjeneratat e reja fatkesish nuk e din çfarë kjerë është. Kur pja shohin logon, pja shohin që është BMW, po dojnë me ditë pak ma shumë sa çfarë kjerë është, adin pse kjo BMW, adin historinë e saj. Valoni së fundi është bërë pjesë e klubit Oldtimer Prishtina. Unë në klub jam kyç mas 3-4 muajve, realisht klubi o hap vitin e kalum, dhe më thonë, janar 2024-tës. Bisedat kanë qenë edhe para prake, dhe më thonë, Blerin Vitia është kryetari i klubit, që e ka inicu dhe ka hap klubin, edhe mu më ka nëftu më ndaj në klub. Për shkak që punoj me një djalë tjetër aty që është dhaj antar, Albi që është antar i klubit, dhe më kanë punojna bashkë në këfor, edhe kemi taku, kemi diskutu, edhe po më vje mirë që jena shumë klube që jenë bo, dhe më thonë tash janë 5-6 klube që janë veç që janë hap. Kjo bën një farë, mu bën një mirë për shkak se po ka organizime të klubeve ndryshme, masi unë jam i takoj oldtimerave, kur sarë po takumi në për klube ndryshme që aty po i kena të njëjtat probleme, njëjtat qefe, mandej qëllimi kryesor është që ato kjerë që janë në për garazha që ka njerëzit, mi nëzirë edhe mi pa që ka. Se klub, dhe më thonë kjerët vjetra kemi pas na shumë, unë sa kom qenë në Prishtinë, se unë jetojnë lagjën Arbria këto, edhe ka qenë një kjerë një Mercedes i vjetër, edhe tash në aty mëse ditë modelin që fara është, ne kena thonë kjerri Mercedes i Hitlerit i të ishim. Edhe ka qenë deri para lufte ka qenë aty i parkum. Çka ka ndodhur më atëherë nuk e di, po për shkak nostalgjisë, kush e shet qëtë emision dhe nëse e din për cilin kjerë më ka foli, kisha pas qef me pa. Tash, a vjen, fillimisht ishala është ka pështu dhe nuk është dëmtu dika tjetër. Nuk është hit për skrap, kisha pas qef, së është më rëndësi cili klubi takon. Ideja është me ardhë për shkak se sa herë kom shku në shkollë dhe jam këty për shkollën e kom pa atë kjerë të parkum aty. Tash, i kujna është nuk e di, adin po, dhe më thonë, nostalgjia është ty në klubeve, që janë formu është shkaku ti që ty në kjerëve më ardhë, për shkak se çdo njeri që po vjen me naj pas të kjerë që pi ekspozojnë anë, po të regojnë një histori për qatë kjerë. Kështu që po shpresoj që kena mi shpeshtu, edhe si vjetë dhe më thonë një kemi disa plane dhe më thonë me organizime ndryshme. Tas qysh ndodhin tek ndodhin, duhet mu konsultu edhe me klube tjera tash dhe mi të saktu disa orare, disa kona që mësme qenë në konflikt njëna me tjetrin. Pjesë e këtij klubi mund të bëheni edhe ju. Unë i ftoj gjithë ata që kanë makinat vjetra, që kanë oldtimerat ndryshëm, mundësisht sa ma unik që jenë, ma ndryshëm se kjo takimet tona që i bën ma unike, ma specifike për shkak të vlerës që ka kjerri, ma shumë anës sentimentale, se sa na nuk jemi fort interesum të ana materiale sa ka kushtu kjerri, sa ka ma shumë vlerë sentimentale.
Se mu po më bë përshtypje shumë kur pisha do gjenerat do fëmi mos t'i quj, po ma shumë ndoshta djemë të moshave të reja që po vinë me kërë gjyshit në këto aktivitete, se pesha që do më thonë ka vlerë sentimentale kjere. Kështu që unë i ftoj gjithë ata që janë të Prishtinës, pa marrë parasysh në cilin klub e gjenë vetën, ti bashkangjitet klubit që ti, do më thonë, ti reklamojnë akere sa ma shumë, ti ekspozojnë realisht të qytetarët, si edhe na kemi tradit, nuk është që shtetet tjera kanë edhe na s'kemi, po na kemi njerëz si mekanik, si në tana fushat që merren me anën e mekanikës apo automobilistikës, kemi edhe na këto.